Ishte vetëm 18 vjeç. Në një moshë kur të rinjtë të ndërrojnë shkollimin, profesionin dhe jetën që kanë përpara, Hysen Komoni u detyrua të merrte një vendim që do ta ndryshonte përgjithmonë fatin e tij. Para tij qëndronin librat, bankat e shkollës dhe dëshira për dije. Por përtej dritareve të shtëpisë së tij, Kosova po digjej në shtypjen e regjimit ushtarak e policor serb. Fshatra të tëra po rrethoheshin, familje po dëboheshin dhe të rinjt shqiptar po detyroheshin të zgjidhnin mes nënshtrimit dhe rezistencës. Hyseni e bëri zgjedhjen e tij. Ai i la librat mënjan, veshi uniformën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe mori rrugën nga e cila shumë luftëtar nuk u kthyen më, por emri i tij u kthye. U kthye në kujtesën e familjes, në rrëfimet e bashkëluftëtarëve dhe në historinë e një populli që lirinë e fitoi me sakrificën e bijve të tij më të rinj. Para se të vazhdoj me historinë e Hysen Komonit, ju ftojmë ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton. Mbështetja juaj na ndihmon që historitë e luftëtarëve dhe dëshmorëve të kombit të mos mbeten harres, por të përcillen tek brezat që vijnë. Hysen Komoni u lind me 15 mars të vitit 1980 në lagjen Dardania 3 të Pejës. Ai u rrit në një familje të madhe shqiptare, në gjirin e prindërve të tij, Uk dhe Nekibe Komonit. Familja e tij ishte shumë e madhe e me shumë fëmijë. Në një familje kaq të madhe, secili fëmijë kishte botën, ëndrat dhe karakterin e vet, por Hyseni që në moshë të re dallohej për vullnetin, seriozitetin dhe dashurinë e veçantë që kishte për dijen. Shkollën fillore e kreu në logj të Pejës në shkollën Dy Korriku. Librat nuk ishin për të vetëm një detyrim shkollor. Ato përfaqësonin mundësinë për të njohur botën, për të ndërtuar të ardhmen dhe për të ndryshuar jetën. Por historia kishte përgatitur për të një rrugë tjetër. Kosova e viteve 90 nuk ishte një vend ku të rinjt shqiptar mund të planifikonin lirshëm të ardhmen e tyre. Regjimi serb kishte shkatëruar autonominë, kishte mbyllur institucione, kishte larguar shqiptar nga puna dhe kishte vendosur një sistem të dhunës e të diskriminimit. Mbi popullsinë shqiptare rëndonte vazhdimisht hija e policisë, e ushtrisë dhe e represionit. Në këto rrethana brezi i Hysenit u rrit më shpejt se çdo brez tjetër. Ata ishin ende të rinj në moshë, por para syve të tyre po shihnin padrejtësi që kërkonin përgjigje. Shihnin prindërit e dëshpëruar, bashkompasit e ndjekur dhe vendin e tyre të trajtuar sikur nuk u përkiste. Dhe kur në skenë doli UÇK-ja, shumë të rinj e pan atë jo vetëm si një organizim ushtarak, por si shpresën e fundit për ndryshim. Dalja e UÇK-s në rafshin e Dugagjinit e gjeti Hysen Komonin të përgatitur shpirtërisht. Ai nuk ishte një njeri që kërkonte famë, nuk kërkonte grad dhe as privilegje. Ishte një djalosh që e kuptoi se liria nuk do të vinte vetë dhe se dikush duhej ta merrte mbi supe barrën e rezistencës. Në fillim të muajit maj të vitit 98, Hyseni u inkuadrua në radhët e UÇK-s. Në atë kohë ai ishte vetëm 18 vjeç. 18 vjeç, por me një përgjegjësi që do të ishte e rëndë edhe për një burr shumë të moshuar. Në fillim shërbeu si ushtar, megjithatë shumë shpejt bashkëluftëtarët dhe eprorët e kuptuan se Hyseni nuk ishte një luftëtar i zakonshëm. Ai kishte energji, guxim dhe aftësi për të krijuar besim tek të rinjtë e tjerë. Në një kohë kur radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës po zgjeroheshin, kishte nevojë për njerëz që mund t'i afronin të rinjt, t'i organizonin dhe t'i bindnin se rezistenca kërkonte jo vetëm zemër, por edhe disiplinë. Pikërisht për këtë arsye, komandanti Shaban Shala e përzgjodhi Hysen Komonin për t'u angazhuar në rekrutimin e të rinjeve në zonën e logjës. Ky ishte një mision i vështirë dhe i rrezikshëm. Çdo lëvizje mund të vërehej, çdo takim mund të zbulohej, çdo familje që strehonte apo ndihmonte luftëtarët rrezikonte të bëhej objekt i ndjekjes dhe i represionit serb. Megjithatë, Hyseni vazhdoi.
Ai fliste me të rinjt, i orientonte dhe i ndihmonte të lidhnin fatin e tyre me radhët e UÇK-s. Besimi që kishte krijuar tek bashkëluftëtarët bëri që atij t'i ngarkoheshin edhe detyra të tjera, ndoshta edhe më të vështira. Një nga problemet kryesore të UÇK-s në atë periudhë ishte mungesa e armatimit. Vullnetar kishte, dje me vajza të gatshëm për të luftuar kishte, por armët dhe municioni ishin të pakta. Për t'i siguruar ato, luftëtarët detyroheshin të kalonin shtigje të gjata e të rrezikshme drejt Shqipërisë. Udhëtimet bëheshin nëpër male, në kushte të vështira dhe nën rrezikun e vazhdueshëm të pritave, zbulimit dhe goditjeve nga forcat serbe. Hysen Komoni së bashku me disa bashkëluftëtar mori pjesë në këto udhëtime. Ai kaloi drejt Shqipërisë për t'u furnizuar me armë dhe municion. Nuk ishte një udhëtim i zakonshëm nga një vend në tjetrin. Ishte një rrugë në të cilën çdo hap mund të ishte i fundit. Luftëtarët duhej të lëviznin në heshtje, të shmangnin postbllokët, patrullat dhe pritën e armikut. Mbi shpinë nuk bartnin vetëm armatim, bartnin shpresën e bashkëluftëtarëve që i prisnin në Kosovë. Hyseni dhe shokët e tij kryen me sukses disa prej këtyre vajtje-ardhjeve, duke siguruar armë dhe municion edhe për shtabin e logjës. Çdo armë që arrinte në logjë nënkuptonte një luftëtar më shumë të përgatitur për mbrojtjen e popullsisë. Çdo ark municioni nënkuptonte një mundësi më shumë për të mbajtur pozicionet. Dhe pas çdo dërgese qëndronin njerëz si Hysen Komoni, të cilët ecën në përshtigje të rrezikshme, pa ditur nëse do ta shihnin përsëri shtëpinë. Por Hyseni nuk qëndroi vetëm në prapavi. Kur situata e kërkoi, ai ishte në vijën e parë. Më 6 korrik të vitit 1998, forcat serbe ndërmorën një ofensivë kundër logjës. Zona u përball me një sulm të fuqishëm, ndërsa luftëtarët e ushtrisë çlirimtare u vendosën në mbrojtje të pozicioneve dhe të popullsisë. Në atë ditë të rëndë, Hysen Komoni ishte mes luftëtarëve që qëndruan në vijën e parë. Ai mbrojti pozicionet me guxim dhe vendosmëri. Djaloshi që vetëm pak kohë më parë mbante libra në duar, tani ndodhej përballë forcave të një regjimi që synonte të shuante rezistencën shqiptare. Por Hyseni nuk u tërhoq. Ai e dinte se prapa pozicioneve të luftëtarëve ndodheshin shtëpitë, familjet dhe njerëzit e pambrojtur. Çdo minutë që qëndronin, çdo pozicion që mbronin dhe çdo përparim që ndalonin mund të shpëtonte jetë. Ofensiva e 6 korrikut tregoi se Hyseni nuk ishte vetëm rekrutues apo barcës i armatimit. Ai ishte luftëtar, i gatshëm të qëndronte aty ku rreziku ishte më i madh. Por vetëm pak javë më vonë do të vinte dita e fundit e jetës së tij. Më 22 korrik të vitit 1998, Hysen Komoni mori përsipër një tjetër mision të rëndësishëm. Ai po përcjellte rekrut të rinj në relacionin Logj-Glogjan-Shqipëri. Këta të rinj po niseshin drejt rrugës së njëjtë që kishte bërë edhe Hyseni. Ata duhej të organizoheshin, të përgatiteshin dhe të furnizoheshin për t'u kthyer më pas në radhët e UÇK-s. Hyseni kishte detyrën t'i udhëhiqte. Ai e njihte zonën, rreziqet dhe mënyrën e lëvizjes. Por atë ditë, në lagjen e tij, Dardania 3 të Pejës, në vendin e quajtur Brezhnik, grupi hasi në një prit të forcave serbe. Gjithçka ndodhi brenda pak qastesh. Heshtja e rrugës u thye nga të shtënat. Luftëtarët u gjenden nën zjarr, ndërsa rruga përpara dhe ajo prapa u shndruan në një kurth. Nuk ishte kohë për frikë, nuk ishte kohë për të menduar për shtëpinë, prindërit, vëllezërit e motrat. Duhej reaguar. Çlirimtarët ju kundërpërgjigjen zjarrit të forcave serbe dhe u përpoqën të qanin rrethimin. Sipas të dhënave të përcjella për këtë përballje, ata i shkaktuan humbje forcave kundërshtare. Por në radhët e luftëtarëve shqiptar u pagua një çmim i rëndë. Hysen Komoni u godit dhe ra në përballje. Ai u përjetësua në moshën 18 vjeçare, duke kryer detyrën e tij dhe duke mbrojtur rekrutët që po i udhëhiqte drejt radhave të lirisë.
Në atë përballje u plagos rënd edhe Dem Shala nga Garaboci. Bashk luftëtari Esat Bërlajolli u përpoqt jepte ndihmën e parë, por plagët ishin të rënda dhe pas një kohe edhe zemra e Dem Shalës pushoi së rrahuri. Dy luftëtarë të rinj nuk do të ktheheshin më në shtëpitë e tyre. Misioni që kishte filluar si një rrugëtim drejt forcimit të radhave të UÇK-s përfundoi me sakrificën e tyre. Në familjen Komoni lajmi për rënien e Hysenit duhet të ketë ardhur si një goditje që asnjë fjalë nuk mund ta përshkruaj. Prindrit Uka dhe Nekibia kishin humbur djalin e tyre. Motrat dhe vëllai kishin humbur Hysenin, djaloshin me të cilin kishin ndarë fëmijërinë, shtëpinë dhe kujtimet, por Kosova kishte fituar një dëshmor. Varrimi i Hysen Komonit u bë me nderime ushtarake në 22 korrik të vitit 98. Më 19 shtator të vitit 99, pas përfundimit të luftës, u organizua rivarrimi i tij në fshatin Qyshk të Pejës. Ceremonia u zhvillua nga bashkluftëtarët e udhëhequr nga Rustem Gashi. Ishte një kthim ndryshe nga ai që familja kishte ëndërruar. Hyseni nuk po kthehej për të vazhduar shkollën, nuk po kthehej për të kapur përsëri librat dhe as për të ndërtuar jetën e tij në Kosovën e lirë. Po kthehej i mbështjellur me kujtimin e sakrificës së tij, për t'u prehur në tokën për të cilën kishte dhënë jetën. Ai nuk e pa çlirimin e Kosovës, nuk i pa forcat serbe duke u larguar, nuk i pa refugjatët duke u kthyer në shtëpitë e tyre, nuk i pa flamujt që u ngritën mbi qytetet dhe fshatrat e çliruara, por në atë liri kishte edhe një pjesë të sakrificës së tij. Hysen Komoni ishte një nga ata të rinj që nuk patën kohë të jetonin gjatë, por arritën të linin pas një kujtim më të gjatë se vetë jeta e tyre. Në lagjen Dardania 3 të Pejës, familja dhe të afërmit i kanë ngritur një përmendore. Ajo përmendore nuk është vetëm një figurë prej gurri, ajo është kujtesë për një djalosh që u largua nga ajo lagje me një mision dhe nuk u kthye më i gjallë. Është kujtesë për një 18 vjeçar që mund të kishte zgjedhur të largohej, të fshihej apo të priste që dikush tjetër të luftonte në vend të tij, por ai zgjodhi të qëndronte. Familja e dëshmorit është nderuar me mirënjohje nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nga zona operative e Dukagjinit dhe nga shoqatat e dala nga lufta. Mirënjohjet janë dëshmi e respektit institucional për sakrificën e tij. Por mirënjohja më e madhe mbetet kujtesa e popullit. Sepse dëshmorët nuk jetojnë vetëm në përmendore, në pllaka përkujtimore apo në dokumente. Ata jetojnë sa herë që përmendet emri i tyre. Jetojnë sa herë që një brez i ri pyet se kush ishin njerëzit që e sollën lirinë. Hysen Komoni e nisi jetën me dashurinë për librin dhe dijen, por kur atë e thirri, ai zëvendësoi librat me armën e lirisë. Ai ishte vetëm 18 vjeç, por në ato 18 vite, Hyseni arriti të bëhej nxënës, rekrutues, furnizues, luftëtar dhe dëshmor. Arriti të shndrohej nga një djalosh i lagjes Dardania 3 në një emër që sot i përket historisë së Kosovës. Sot kur ecim të lirë në Përpej, Logj, Glogjan dhe në çdo pjesë të Kosovës, duhet të kujtojmë se dikur në këtë rrugë ecën të rinj që nuk e dinin nëse do ta shihnin më agimin. Njëri prej tyre ishte Hysen Komoni. Po ju, a kishit dëgjuar më parë për historinë dhe sakrificën e Hysen Komonit? Shkruani në komente mendimin tuaj dhe nëse njihni rrëfime apo kujtime të tjera për të, ndajini me ne. Çdo dëshmi është e vlefshme për ta ruajtur historinë e atyre që dhanë gjithçka për Kosovën. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.